Prokuroria e Përgjithshme ka informuar se janë regjistruar gjithsej 87 kallëzime penale për krime zgjedhore. Për 34 është regjistruar procedimi penal, ndërsa 7 persona janë arrestuar, konkretisht në Tiranë, Lezhë, Elbasan dhe Fier. Burimi i njoftimit të veprave penale për kallëzimet e mosipërme kanë qenë: policia gjyqësore në 49 raste, SPAK në 15 raste, subjekte politike në 9 raste, kryesisht në 11 raste dhe shtetas në 3 raste. Kallëzimet e mosipërme janë regjistruar 8 në prokurorinë Fier, 5 në prokurorinë Sarand, 4 në prokurorinë Durrës, 21 në prokurorinë Tiranë, 3 në prokurorinë Gjirokastër, 4 në prokurorinë Kukës, 7 në prokurorinë Lezhë, 15 në prokurorinë Dibër, 2 në prokurorinë Vlorë, 4 në prokurorinë Korçë, 2 në prokurorinë Shkodër, 11 në prokurorinë Elbasan dhe 1 në prokurorinë Berat. Nga kallëzimet e mosipërme janë regjistruar gjithsej 34 procedime penale. Janë dërguar për kompetencë SPAK 6 kallëzime penale nga prokuroria Durrës, Lezhë, Dibër dhe 2 procedime penale nga prokuroria Fier dhe Shkodër. Nga kallëzimet penale të regjistruara, është vendosur mosfillimi për 12 prej tyre. 5 nga prokuroria Tiranë, 2 nga prokuroria Kukës, 2 nga prokuroria Dibër, 1 nga prokuroria Sarand, 1 nga prokuroria Fier dhe 1 nga prokuroria Elbasan. Një procedim penal i regjistruar nga prokuroria Dibër është kërkuar dërgimi në gjykim me një person të pandehur. Pa mas sigurimi personal dhe një procedim penal i regjistruar nga prokuroria Gjirokastër është dërguar në gjykatë me kërkesë për pushim. Janë arrestuar në flagrancë 7 persona për veprën penale në fushën e zgjedhjeve, 4 në prokurorinë Tiranë, 1 në prokurorinë e Elbasanit, 1 në prokurorinë e Lezhës dhe 1 në prokurorinë e Fierit. Gjithashtu është dhënë urdhër ndalimi për 4 persona nga prokuroria e Elbasanit.